Gerta Gixhari është përlotur në shtëpinë e Big Brother VIP 4 pasi e ka marrë malli për 2 djemtë e saj e për këtë arsye ka vendosur që të thyej kutinë e emergjencës që kishte një telefon. Kam shumë kohë që nuk ndihem mirë nga ana emocionale për familjen time. Edhe pjesa e çunave këtu jashtë nuk më ngopi fare, nuk më kënaqi asgjë. Prisja të ishim brenda shtëpisë dhe do të doja shumë të flisja sidomos me djemtë. Për të gjithë familjarët më ka marrë malli, për mamin, për babin, bashkëshortin, por shpresoj shumë që të kem këtë telefonatën nga vëlla i madh, tha Gerta e përlotur para se të lexonte se çfarë përmbante zarfi. Por banorja mbeti e mërzitur kur mori vesh se telefonatën nuk mund ta përdorte vetë, por do t'ja jepte një tjetri. Telefonatën e përzgjedhur nuk mund ta përfitosh ti. Zgjidh cilit banor do t'ja japësh këtë mundësi, shkruhet në zarf. Ndërkohë Rozana me lot në sy i thot që t'ja jap dikujt telefonatën dhe më pas ai banor do t'ja kthej prapa saj. Kujdo që do t'ja japësh, ne do të marrim fëmijët e tu, i tha Rozana. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.